Kulturën e dietave. Por çfarë mendojnë qytetarët për këtë? Ejani të shohim se çfarë thonë ata. Deshta më ju pyet çfarë mendoni për këtë ditë? Është e planifikuar që me promovu pranimin e trupit ashtu siç është edhe për me e largu këtë kulturën e dietave. Çfarë mendoni ju për këtë? Po, unë mendoj që është stërtheksu kjo nevoja për me qenë trupi perfekt, sidomos të gjinia femnore, edhe duhet më u të i kalu, edhe më u ndi njeri rahat me trupin, por në anën tjetër, jo veç estetika, po ka të bëj edhe me çështjen e shëndetit, më thonë, për mua është me rëndësime që ndoshta adopt për shkak se është edhe shëndetshme. Trashësia ndikon keq, bashkë se kom di që ka ditë, po më pëlqej ka që shen ka dita. Po. Është poenta e këtyre dietave ekstreme që i bën njerëzit që me hu peshë sado shpejt, çfarë mendon që ka ardhur këto standardet e bukurisë, pse kanë ardhur këto edhe po ndikojnë krejt gjinit së bashku, sidomos gjinin femërore? Po gjithmonë ka në përkohë, gjithmonë historikisht të janë bu modelet cilat femnat i kanë ndjekë, që kanë qenë modelet bukurisë për shembull. Mendoj që tash, në kohën e tashme janë shumë këto celebrities, gratë e famshme, sidomos artiste, cilat ju imponojnë qatë konceptin e bukurisë, çka është e bukur edhe çka është e pranueshme, çka është seksi etj. Për mu personalisht, unë mendoj që çdo femër duhet me gjetë bukurinë e vet dhe çdo trup duhet me gjetë me ekspozu çato që ka të bukur, nuk jam për perfeksionizëm. Ndonse jam për dieta vetëm nëse kemi të bëjmë me çështje shëndetësore, në atë aspekt po. Ama konceptet e bukurisë, sidomos tash që të kohën postmoderne, po supozoj që secili person duhet me gjetë mënyrën e vet dhe lejohen disa koncepte të bukurisë. Çka po di, tash ke trupa të bukur që janë shumë të lakum dhe ke trupa të bukur që janë gjatë të dobët. Mendoj që një femër e fortë, nëse flasim për femra, për vajza gra, kur janë të forta, kur kanë personalitet e inteligjencë, e kuptojnë ma mirë këtë send, edhe e dinë që dieta ose pamja është veç një pjesë e bukurisë. Një mesazh nëse kishte pas për personat celt vujnë pra pe kësona, se po them vujnë. Po edhe vujnë, vërtet është. Çfarë mesazhi kish me qenë? Mas pari duhet me dasht veten, me pranu që ashtu që është, me dasht, edhe me punu shumë dimenzione, jo veç në dimenzionin e pamjes. Këto janë dy faktore, është mjeku i familjar që të tregon çfarë më humbur, edhe është trajneri i fitnessit për këtë punë, se nëse ti e ban sistemin e imunitetit ose për dietë, besom që kemi pas shumë keq për shëndet. E këto dietat ekstreme cilat i bën njerëzit për me mërriket standardin, po them që është tash i bukurisë. Si mendoni ju, çfarë është kjo? Nuk e preferoj. Sa nuk ka shka preferu kërkojnë ase ka mundësi që hupe edhe peshë maksimale me këto. E cila mendon që është mënyra më e mirë? Se ju për vetë e përmendet që keni humbur peshë. Më e mira është mjeku që mirët me këtë punë, e vash trajneri i fitnessit që të ka zënë çka do të me hangër, çka do të me pi. Më e mira është uji. Për me jek peshë është uji, më i mirë edhe vrapimi, edhe më dalë më ecë. A keni vajtu dietë? Po. Si ka shku procesi i dietës te jo? Ka shku super. Më dalë më vrapu ka pak, mos me më duhe shpirtin, edhe që kja është. Më vrapu, më ecë, mos më pas pak stres edhe që kja është. Jo këshilloj që të shkujnë të mjeku, të marrën këshilla, se doktora është për çata ka kryer shkollë, tani është trajneri i fitnessit, edhe ka kryer një farë shkolle, e ka një farë trajnimi të krym që duhet, se një mundesh me pësue shumë, mos me pësue shumë keq, me tepër dietë. Këtë imperativ kohor, shumë me rëndësi është me i përkushtue kujdes ushqimit. Të gjitha moshat, prej fëminës. Unë për veti jam vegetariane. I ka 35 vite që mbaj këtë dietë, po jam shumë e kënaqur. Kështu që i kisha porosit të gjithë të rinjët, edhe mosha tjera të shtyme, që mi përkushtu ushqimit kujdes shumë, për arsye se shumë gjërat të cilat i blejmë në treg nuk janë të kujdesshëm, sidomos prej pesticideve duhet me pas shumë kujdes. Mirë po, edhe një aspekt tjetër, nuk mundemi mi u shmang edhe gjithë artikujve, për arsye se edhe për ka gjepi jonë nuk na mbrin për me mbulu mujën. Kështu që atë që munde me ba, kishte me qenë mirë që me pas kujdes të gjithë
në të ushqyrit, për arsye se të gjitha smundjet kardiovaskulare që vinë, që bëhen ankesa të shumta nga qytetarët, sidomos prej moshës 40, e moshat më të vjetra janë të vujnë nga smundjet kardiovaskulare, e shkaku kryesor është pesha. Pesha është shkaku kryesor i të gjitha smundjeve, si atyne reumatike, kardiovaskulare dhe të tjera, kështu që duhet kemi kujdes, zbashku me të tjerët ku marrim këshilla, duhet i orientu atë çdo pengesë që kemi në organizëm, duhet të bashkëbisedojmë me mjekun më njëherë, për arsye se smundjet janë aq tinzare, sa që kur mbrim kulmin e tyre, atëherë veç zbulohen. Kështu që është e damshme të presim një kohë të gjatë, derisa se smundjet të gjitha, se të po mendoj se pjesa dërmuese e smundjeve, simptomat e para pothuaj se i kanë të ngjashme. Edhe pse nuk marr shumë erë në mjekësi, mirë po vetëm gjatë lexuarit edhe aty këtu ku bashkëbisedojmë me të tjerët, kështu që duhet të kemi kujdes të orientohemi atij profesioni që është profesionalist për atë deg në mënyrë që mos të psojmë ndonjë matkeqe. Dietave duhet t'i largohemi gjithsesi, mirë po me kujdesin e ndërgjegjësimit të njerëzve, secili njeri, sidomos secila anvise, secila femën që është në kuzhinë, edhe mashkujt tash kohëve të fundit, duhet i kushtojnë kujdes, jo veç dietës, po ushqimit të shëndetshëm. Nuk jam për dieta, po jam për ushqim të shëndetshëm. Unë për veti që 35 vite që s'mbaj dietë, po që jam orientuar si vegetariane, e ndi vetëm shumë mirë. A mendon se këto standardet e bukurisë tash që po dalin janë katastrofale, sa që nuk e di njerëzimi se ku do të përfundon. Nuk e di njerëzimi se ku do të përfundon. Gjithçka që është e natyrshme, që është natyrale, unë vlerësoj më shumë. Jo veçone, po edhe të tjerët, ai që është i ndërgjegjësuar, që din se ç'është vlera pozitive, ai e vlerëson anën natyrale. Mirë po rinia sot është me sy mbyllur. Me sy mbyllur edhe vazhdon në atë rrugë që nuk e din se çfarë errësire e prat. Pra, prej asaj bukuria, aq të bukur shkon e deformohet. Unë nuk jam për mos me shkuar një hap me kohën. Mirë po, tant ai që nuk e din, e te i kalon ata, edhe te i kalimi çdo gjaje që bëhet, në çdo aspekt, në çdo segment, është i damshëm. Një mesazh nëse e kishit pas për personat cilët dojnë me mbajt dieta, po i mbajnë dietat ekstreme, që e dëmtojnë veten mentalisht edhe shëndetin e tyre trupor, çfarë këshilla kish me qenë ajo? Të gjithë prej moshave rinore, pubertitetit, i kisha dhënë një mesazh që mënyrën e të ushqyrit edhe mirëmbajtjen e vet në fytyrën, në organizëm, le ta mbajnë në mënyrë sa më të natyrshme. Për arsye se edhe qëndrueshmëria e vitalitetit tyre, edhe lëkura të cilin ata mendojnë se po e përmirësojnë, ata do ta deformojnë. Kështu që ju kisha lut edhe trejave, edhe moshave të shtyra, pra që ta vlerësojnë anën natyrale. Edhe s'është e kushtueshme, po është shumë e vlerësueshme. Jo veçan, po të gjithë ata që janë të ndërgjegjësuar në këtë aspekt, do ta vlerësojnë, besoj, në mënyrën më të dobishme. Pra është një ditë që e promovon trupin e njeriut ashtu siç është pa nevojë për dietë. Çfarë mendoni ju për këtë? Vonesër është dita për dietë. Pa dietë. Mos me pas dietë. Me hongër me pi dhe qyko, ma? Jas, unë me diabet, ashtë të pëtët me majtë ka pak dietë. A është vështirë me mbajt dietë? Jo, sidomos na që është Ramazanin e ata që një në Ramazanin e dinë është ma let, nuk ka problem. Veç besimin në vete është shumë let. Se ne kumë pas një problem me diabet, problem me sy, gjakderën sy tana më është dash me bëhat dietë një 2 muaj veç nuk ka problem. Këto dietat ekstreme që... Unë nuk i preferoj këto, këto në rrezikshme.
që këto standardet e bukurisë që janë bërë tash prej internetit e prej këto çysh ndikojnë këto? Ma mërmaja që ndikojnë mirë të. Ato në ekstrema atë dëmtuese. Një mesazh nëse kishit pas për personat cilët po dojnë me mbajt dietë të shëndetshme. Çfarë mesazhi kish me qenë? Ne asnjë më nuk ka pak me sport, 3 aktivitet. Edhe ajo është ka pak ushqim më pak, edhe pemë, perime, fruta. Kjo dieta më e mirë. Shëndeti më i mirë. Menoj që jena me një koku njerëzit du të muni vetja, edhe me pranu vetën, me mundësit e tëne, me limitet e tëne, edhe të njëjtën kohë me provu, me gjetë disa mënyra më të shëndetshme, qysh me funksionu, po që përshtaten atëne, jo standardeve kulturore dhe normave. Këto standardet që kanë ardhur si shkak i, po them, njerëzve të famshëm, pra modeleve, si kanë ndiku këto që njerëzit me pas në dietë ekstreme, që mu mënu më bë bashkë me ato kriteret cilat përpranojnë bukurinë tash. Unë vi prej fushës së psikologjisë, kështu që na e kuptojmë shumë mirë rëndësinë e modeleve cilat janë, edhe do modele që nuk janë reale, po janë me disa standarde ideale, që e vnojnë një presion shumë të madh mbi vajzat dhe djemt, edhe njëkohësisht provojnë me e kriju një imazh i cili është i rrajshëm dhe nuk është i vërtet, e cila shoqërohet me shumë stres, me shumë ankth, edhe me një pasiguri shumë të madhe në vetë. Kështu që definitivisht e ka një rol negativ, ndonëse vlerësoj që kujdesi për mirëqenjen fizike është po aq i rëndësishëm sa dhe kujdesi emocional. Pra kjo ditë që ka me qenë nesër, çfarë rëndësie ka në rinin që mund ndërgjegjësu këta edhe me pranu veten siç janë? Po do këtë një ditë e mirë, për me folë ma shumë për këto, po na nuk duhemi me u kujdes për vetën tonë fizike veç në një ditë të shënjuar, po kjo duhet me qenë pjesë e kurikulave, e mendësisë, e vlerave sociale dhe njëkohësisht e diskutimeve familjare. Kështu që si hap fillestar, ndoshta i pranueshëm, po me një përpjekje dhe angazhim më të madh për tutje. Një pyetje të fundit, një mesazh nëse kishit pas për personat që po them vujnë prej kësaj gjendje të arritjes që mundohen me arrit atë kriterin, çfarë kishte më i thonë për ta? Me provu mos me qenë shumë të ashpër me vetën, me provu mi kuptu nevojat e juja, me punu për me arrit ato që dëshirojmë, po kur vjen në mënyrë spontane dhe të natyrshme dhe jo kur vjen e sforcuar. Ky kishte me qenë mesazhi im. E tani pa u larguar fare nga kjo temë, do t'ja kalojmë linjën gazetares tonë Sara Sheu, e cila do të realizojë një